në mesin tonë sot është shkrimtari nga Shqipëria, Dine, dhe këto janë 4 veprat e tij që unë mbaj me to. Në pjesën e dytë natyrisht që do t'i kushtohet krimtarisë së Tike Dervishit, gjithashtu në emrin e shquar të letërsisë sonë, posaçërisht veprës së tij palimpsest për Dush Kursarin, në cilin nxjerr në pa, po ashtu si për veprat e Dinës, luftën ndaj hetojësisë, nxjerr në pa, luftën kundër totalitarës dhe luftën e mbijetimit të çfarë do burgu qoftë ai, qoftë burg enverist apo burg titist. Fragmente nga mbi varkën e Karontit. Kishin kaluar 3 ditë dhe kisha hyrë në të 4-tën. Isha arrestuar të mërkurën me 6 gusht. Atë ditë ishte e shtruar. Ishte e 4-ta ditë që qëndroja i izoluar në Biruc, me një ushqim minimal dhe pa asnjë cilësi. Me urinë që të kërcënonte për ditë, me angthin se kush e di se çka do të ndodhë të nesërmen, e që më rrinte mbi kokë si spada e Demokleut, me mungesën e çdo lloj informacioni mbi familje dhe me mallin që e ndjeja se më shtrëngonte në fyt. Pse hesht? S'po kuptoj atë që i thash. Sepse pikë pari, ju që më keni thirrur këtu dhe po bëni hetusin tim, duhet të keni mësuar se qysh prej moshës 5 vjeç e kam filluar karavanin e vuajtjeve dhe vazhdoj ta vuaj edhe në këto qaste që po më pyesni ju. Jam 36 vjeç dhe nga ajo moshë deri më sot kur s'kam qenë as ta shoh dhe as ta njoh vendlinjën time. Gjykatësi e lexoi qetësisht akt akuzën e bërë prej tij dhe ju drejtua me pyetje nëse ajo ishte e vërtetë. Pasi ai pohoi, gjykatësi mu drejtua mua me pyetjen se ç'kisha për të thënë. Ishte e vërtetë që kishim biseduar për Freudin, por s'ishte as pak e vërtetë që unë i kisha shpjeguar teorinë freudiste ose spaku nuk e mbaja mend, sepse i përkiste një kohë teje të largët. Prandaj e pyeta dëshmitarin se kur ja kisha shpjeguar. Ai u përgjigj se kjo kishte ndodhur 10 vjet më parë. Atëherë, që mos harroja diçka që më erdhi në mendje atë qast, e kapa filën. Për teorinë e Freudit u thash. Për herë të parë kam lexuar në një revistë ylli që e kam në shtëpi. Të 2-3 viteve më parë. E ku një lexues kërkonte nga redaksia të dinte se ç'ishte ajo teori. Aty në gjyq e shpjegova, ashtu siç e kisha mësuar përmensh para 2-3 vitesh me udhësi dhe me asgjë më shumë. Nuk mundem. Si? Nuk mundesh. Ju drejtova me ironi dëshmitarit, si është e mundur. Mbase nuk ndjehesh mirë, po para 10 vjetësh të pas kam shpjeguar teorinë freudiste dhe ti mbas 10 vjetësh mund ta rikujtoje e ta raportoje në hetuesi fjalë për fjalë, kurse tani para gjyqit po të kërkoj që të më përsëritësh një sentencë kaq të shkurtë, kaq të thjeshtë dhe ti më deklaron solemnisht nuk mundem. Të flisje për dashuri të lirë, sipas tyre ishte një koncept borgjez dhe i papranueshëm për shoqërinë tonë socialiste. Prandaj edhe kësaj akuze si gjithë të tjera duhet i përgjigja me kujdes dhe seriozitet. Ishte e vërtetë që në një rast para 10 vjetësh, sapo kishim mbaruar një lojë futbolli duke larë këmbët në kanalin që kalonte pranë fushës, ne kishim folur për dashuri, si një nevojë shpirtërore për bukurinë, si një koncept i rëndësishëm që inspiron shpirtat. Dhe kisha përmendur njerëz të mëdhenj që dashuria i kishte frymëzuar të arrinin kulme dhe i shoqërova me një 2 strofa të Dantes që sapo ishte botuar. Buzëqeshja e saj, e vazhdueshme, ishte si një rrezë të dritë që më ngrehte zemrën. Kur papritur ngriti dorën, e shtrëngoj grusht, sikur të më thoshte, mbahu i fort, unë e kam djalin, dhe bëri me gishka drejt tij. Aty po priste ajo dhomza e vogël dhe errët e qelis, ku jeta ime që ndalur për 100 ditë me radhë. Tani
më presnin të merret e borxheve të mëdha, 10 vite. Mallkimi më i madh i jetës time. Kisha hipur mbi varkën e Karantit. Ju falenderoj gjithë për një pritjen pa përjashtim, se unë vi për herë të parë tu edhe emrat i harroj tash, po jam mjaft i emocionuar, edhe gjithë fjalë të shpreh një njohje time, atë që ndoshta se kanë bërë as vënda si të mi, komba si të mi, atje e bët ju. Fakti që bët një deri të tillë, tha që edhe njëherë nuk jam gjendje ta shpreh. Këto libra që kam shkruar janë gjëra të vërteta. Mendoj që nuk i deshte dhe në talent i madh për me shkruajt, sepse ashtu si që i kam përjetu, ashtu i kam edhe ndoshta një farë suksesi që i kam pas edhe në Shqipëri, është kjo arsye. Schopenhauer thot që e vërteta ka një veti, thot, që hyn në shpirtin e lexuesit automatikisht, me njëherë dhe e bën prompt pa diskutueshme qenien e tij. Kam thënë ca të vërteta ashtu që shumë njerëz i kanë çmuar. Nuk di çfarë të them. Unë s'jam mësuar me fol për veten me thënë drejtën, po që si shasi përgatitur që them ja dy fjalë më tepër. Po edhe njëherë ju falenderoj të gjithëve, aq shumë sa nuk di ta shpreh. Faleminderit shumë. Mësodhen në Biruz trekançi, veglin për paqësi. Ishte një rast e hollë si shufë, me të cilën me lidhen në rripa për të mbajtur trupin ulur vertikalisht si në karrike elektrike. Derën e Biruzës e lanë hapur. Doktori kujdestarante nga korridori pami ndas sytë. 2 gardianë po futën brenda në Biruz, 2 anëve të karrikës ku më kishin lidhë, ndiznin cigaret pas cigaret. Sa herë gjumi mi byll të kapak të syve, policët më afronin gacën e cigares në përkur, për pëllitesha nga dhinja, po nuk u fshaja, nuk lëshaja zahove. Ata përpiqeshin të mos ma diqnin kurën, qëllim kishin veç të mos më linin të bëja as edhe i sy gjumë. Gardianët në qifte për çdo 4 orë merrnin ndrimin e rojes pranë karrikës duke zëvendësuar 2 të parë. Pasuan halivanoset e një pas njësh. Sa ditë, sa net zgjati agonia ime, 2 ditë, 2 net, 1 javë, nuk e di. Po unë s'kam nevojë për ushqim. Dashuria mbetet vetëm kujtim, kur gjatë tjetër. Sikur ekzistojnë parktarë dhe kucar, ekzistojnë edhe dashnorë edhe lutëtar. Varet për çka të ka qenë Zoti. Faleminderit. Rash në krah djathtë. Varit tim të fala, i dhash. Vdeksha, Zoti thasht, luftar vdisin, edhe më shtë.